Përshëndetje, sot do të bëjmë ushtrime praktike, analizë morfologjike. Parku i qytetit ka njerëz të moshave të ndryshme. Parku, emër, tregon vend i përgjithshëm, konkret, gjinia maskullore, rasa emërore, numri i njejës, lakimi i dytë, trajta e shquar, formimi i parë. I qytetit, emër, tregon vend i përgjithshëm, konkret, gjinia maskullore, rasa gjinore, numri i njejës, lakimi i parë, trajta e shquar, formimi i parë. Ka folje tregon veprim, mënyra dëftore, kohë e tashme. Veta e tretë, numri i njejës, zgjedhimi i dytë, kalimtare, veprore, formimi i parë. Njerëz, emër, tregon frymor, i përgjithshëm, konkret, gjinia maskullore, rasa kallëzore, trajta e pashquar, numri i shumës, lakimi i dytë, formimi i parë. Të moshave, emër, i përgjithshëm, konkret, rasa gjinore, gjinia femërore, trajta e shquar, numri i shumës, lakimi i tretë, formimi i parë. Të ndryshme, mbiemër, cilësonjës i nyshëm, gjinia femërore, numri i shumës, rasa gjinore.